Mirë mbrëma. A e dini që Kina po shpopullohet? Ndonë se ju duket paradoksale, ka vite që Kina vuan shpopullimin. Po, pra në krahasim me vitet e kaluara, Kina po vuan shpopullimin, sepse një pjesë prej tyre po ikin dhe të tjerë kanë probleme të rënda. Por dëgjoni se çfarë ka shpikur shteti kinez, ose më mirë, shërbimet sekrete kineze, së bashku me atë mjeshtrin e madh me Xi Jinpingun, se për të ripopulluar vendin kanë shpikur disa metoda vërtet fantastike. Unë do t'ju tregoj vetëm njërin nga këto. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Unë jam gjithmonë i ulur këtu, dysheme, si gjithmonë, dhe dua t'ju tregoj këtë sepse, shiko, janë pak ata lidera që bëjnë vërtet për vendin e tyre. Janë pak. Sepse shumë prej këtyre liderëve të gjithë botës po flas, nëse bëjnë diçka e bëjnë për veten e tyre. Pra fillimisht e bëjnë për veten e tyre, disa prej tyre duan që të mbajnë kontrollin për tërë jetën derisa janë gjallë. Mirë po, bota është e rrumullakt, sot e ke, nëse nuk e ke. Dhe Xi Jinpingu është njëri nga ata që ai bën për popullin e vet. Po. Do t'ju them tani se çfarë ka ndodhur. Duhet të dini që Kina ka vite që po vuan shpopullimin. Pse kjo? Sepse një pjesë e madhe të kinezëve po ikin nga Kina. Pse po ikin? Për shumë arsye. Gjëja kryesore, ata ikin për biznes. Kështu që e kanë më të thjesht për të bërë para në një vend të huaj, sepse janë punëtor, dinë të bëjnë biznes dhe janë fantastik në biznes sepse bëjnë marrëdhënie mes tyre dhe ata e mbajnë njëri tjetrin. Jo si për shembull disa kombe që nuk e mbajnë njëri tjetrin. Dhe si përfundim, ka dhe një problem tjetër, sepse në Kinë, pjesë e madhe e tyre, janë rregullat e forta, ndërsa në vendet e tjera, për shembull në Evropë, në bota kudo që janë, kinezët bëjnë ç'të duan. Dhe kjo është një mënyrë më e mirë për t'ikur nga Kina. Pra, kjo është një pjesë e shpopullimit dhe janë me miliona ata që kanë ikur nga Kina. Dikush nga ju do thotë, ama se çfarë ndodhi, si 1 miliard e 400 milionë, pra 1 miliard e gjysmë. Okej, por shumë milion banor kanë ikur. Po flasim për 200-300 milion banor. Dhe po vazhdojnë akoma t'ikin, por nuk është vetëm ky problemi i shpopullimit. Shpopullimi i Kinës po ndodh edhe për një arsye tjetër, sepse ata po dëmtojnë qelizat e njëri tjetrit. Pse kjo? Nga mënyrat e ushqyerit, atë ngrenin pra çfarë prodhojnë, ushqimi, po krijon probleme të rënda, jo vetëm shëndetësore, por edhe të spermatozoideve. Dhe kështu që ky është një tjetër problem. Por nuk mbaron këtu, sepse ka dhe një problem tjetër. Tani janë bërë shumë singles, pra jetojnë vetëm sepse rregullat e forta kanë bërë që t'i ndajnë njerëzit mes njëri tjetrit. Dhe nuk është më si më përpara, që ti e njihë njëri tjetrin, vajza, djali e tjerë, dhe çfarë do t'ja u tregoj, prisni një sekond, do t'ja u tregoj se çfarë kanë krijuar shërbimet sekrete kineze. Një sekond. Dhe po thoshe që një pjesë e madhe prej këtyre, për shembull, ti nëse vetë i flet një vajze, edhe ajo thot një gjysmë fjale, ty të arrestojnë në vend, dhe atje ka rregulla të forta. Dhe çfarë bëjnë ta? Rrinë secili shkëputet, atë që po bëhet dhe në mbar botën, po shkëpusin familjen, po shkëpusin shokët, miqt dhe të rinjt. Dhe ky është problem madhor, por ka edhe të tjera probleme, sepse problemi tjetër është që duke u shkëputur, duke mos patur edhe duke patur probleme edhe në spermatozoide, duke ikur nga Kina, të gjitha këto bëjnë që të bie popullata. Dhe nuk po flasim për numra të vegjël, por po flasim për të paktën 20 deri në 22% të popullatës në Kinë. E dini se çfarë të thotë kjo? 22% bëni llogarinë ju në 1 milion, për shembull, edhe bëni llogarinë në 1 miliard, se sa janë. Pra janë me miliona. Por prisni, sepse pas luftës së dytë botërore u bë një ligj brenda Kinës që mos ta dinin të tjerët. Për të populluar vendin, çfarë bën kinezët? U thoshin atë që bërën dhe në vendet e tjera, po ata nuk e thanë fillimisht, sepse ata ishte Rusia që e bërje para, pastaj Kina. U thanë, në qoftë se bëni fëmijë, ne do t'u pagojmë, që të kishin ushtar, të kishin mbështetje ekonomike, financiare, ushtarake. Dhe filluan që të bënin fëmijë. Bile disa bënin në 13, 14, 15 fëmijë. Mirë po, aty nga vitet 80 sa, filluan që ta ndryshonin ligjin. Pra, e bllokuan atë ligj dhe nuk jepnin më para
pra të ardhur. Dhe pas vitit 2000 nuk dhanë më fare dhe për më tepër thanë që boll më tani duhet që të ndalojmë. Dhe vunë ligjin që ti mund, nëse do të kesh mbi 3 fëmijë, do pagosh disa taksa. Pra e bën për të ndaluar. Dhe ky është një tjetër problem, pra që nga viti 2000 deri tani ka krijuar një problem tjetër madhor që ka bërë rënien e popullatës. Por çfarë kanë bërë tani shërbimet sekrete? Thash më prisni se do i them. Shërbimet sekrete kanë bërë një gjë që se ka bërë kush në asnjë vend të botës. Ata kanë shkuar në disa diskoteka, por diskotekën e parë që shërbimet sekrete po flasë, që kontaktuan është një diskotek në Shanghai, në një distrikt, si nuk e mbaj mend Hungpu. Në këtë distriktin Hungpu ka një diskotek që është me 7 kate dhe ka 9 apo 10 diskoteka brenda saj. Dhe çfarë bëjnë? Të rinjt shkojnë aty, është plot, nga kati në kat plot me të rinj. Dhe nuk po flasim këtu për numra, për shembull 500-600. Jo. Por në një mbrëmje mund të jenë nga 20 deri në 30.000 njerëz brenda. Mira në një vend thashë, dhe kjo ndodh përgjatë gjithë kohës kur është hapur diskoteka. Tani çfarë kanë bërë këta? I kanë dhënë leje diskotekës që diskoteka të bëj martesa brenda. Ç'do thotë kjo? Shkojnë të rinjt aty, njihen brenda një nate dhe aty martohen. I japin certifikatën sepse ja ka dhënë shteti të drejtën, i japin certifikatën dhe martohen aty. Për të bërë burrë e grua dhe për të bërë fëmijë, pra për të shtuar popullatën. Por prisni sepse nuk marron këtu. Tani e para njerë që ti si mund të martohesh me një njeri brenda një nate, ti e pe aty 1 eur apo këta dimu, si mund ta njohësh ti? Ti duhet të kalosh kohë, nuk do t'ja di shteti. Dhe njerëzit janë si kafshët, atë që si i mëson ashtu bëjnë. Por tjetër e që është akoma më rëndësishme që shumë pak e dim dhe nuk do ta gjeni këtë gjithandej, janë teori konspirative, po e nënvizoj. Gjatë diskotekës kanë japin një lloj pije për ata që nuk e kap ajri, sepse gjatë netëve, dëgjojeni, është teori konspirative, lëshojnë një lloj tymi që shkon nëpërmjet ajrit kondicionuar. Dhe ky lloj tymi ka disa substanca që i bën që të jenë pak të eksituar, pra që të kenë epshe. Dhe ky është gjëja e parë, kurse e dyta, ata që nuk i kap e bëjnë me anë të pijeve. Pra, disa pije që i kanë të rregulluara mirë, me doza shumë të ulta, nuk diskutohet, që t'i eksitojnë. Dhe kjo që të shtohen akoma, dhe çfarë bëjnë tani? Sepse kjo është akoma më geniale. Në momentin që ata takohen, lidhen, bëjnë marrëdhënie dhe mbeten shtatzan. Nga momenti që mbeten shtatzan, nuk shkojnë më në diskotek, por në diskotek vinë të tjerë. Dhe kështu që vazhdon akoma. Dhe kjo gjë ka 1 vit e gjysmë, 2 vjet që po bëhet në diskotekat kineze, në disa diskoteka kineze, për të shtuar popullatën. E dini sa? Po flasin për mira që shkojnë për ditë. Por prisi, sepse nuk marron këtu. Duhet të dini që në vitin 2024, vetëm në vitin 2024, ka patur në të gjithë Kinën rreth 20% më pak të martesave. 20% më pak. Pse kjo? Sepse ky është efekti domino. Pra, që kur ata filluan që të kishin probleme me shpopullimin, që nga viti 2000 e këtej, kjo tani ka ardhur si pasojë. Kurse tani, duke filluar nga viti që vjen për shembull 2026 apo 2027, do shikoni një rritje marramendse, sepse janë pikërisht këto 2 vjet që ata po punojnë që të lindin fëmijë. Pra do shtohen fëmijë, do shtohen lidhje, do shtohen martesat dhe ndonse tani janë ende në nivel të ulët, pra 20% më pak. Dhe me kalimin e kohës do shikoni që do rritet popullata. Tani dikush nga ju do thotë, po mirë, sa përqindje mund të jetë? Pak rëndësi ka. Unë po them që
ku në disa vende bëhet ç'është e mundur për ta shpopulluar vetë vendasit, të shpopullojnë vetë vendasit, në disa vende të tjera bëjnë ç'është e mundur që ta popullojnë vendin. Kjo është diferenca e madhe. Dhe ky është çelësi i një kombi, çelësi më i madh. Sa më shumë të jenë, aq më mirë është. Kurse sa më shumë të shpërbëhen dhe vjen një ditë, nuk do mbetet më këmbë njeriu. Tani, unë ja u thash, kjo është një pjesë prej këtyre, si që thash, janë sekrete shtetërore, por unë ja u tregova, njëkohësisht i klasifikojnë si teori konspirative, por bëni mirë që të kërkoni, ku i dihet. Ndoshta pas një legjende ka gjithmonë një të vërtetë. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë lëvizje fantastike të shërbimeve sekrete kineze dhe për Chao Zhao-pingun me gjithë shefat e tij, dhe si mendoni ju për kombet e tjera? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Natën e mirë.